Shkova në Gërbet, ja ktheva shtëpinë në nanës. Kur u ktheva, ajo kishte ndruar jetë. Isha nga fëmijët më i dalluar, kështu të paktën më thonin, punëtor e i zellshëm. Qysh në moshë të re punoja, i ndihmoja babës dhe nanës. Para ditën e shkollë, mbas ditën në punë. Kjo ishte përditshmëria ime për një kohë të gjatë. Kështu me kalimin e viteve, unë mendoja se një ditë duhet të migroj për të rregulluar kushtet e familjes, për një jetë më të mirë, me ndihmu nanës e babës e familjes në përgjithësi, me që kushtet i kishim shumë të rënda. Ndonë se qysh si i ri e përmendja Gërbetin. Nana me qortante, me thënte që jo, më mirë këtu afër meje, se sa larg du me të pas afër, biri im. Jo pse nuk e dëgjoja nanën, por nuk e mendoja që do të vije dita që unë me marr rrugën e Gërbetit. Dhe përqafimi me të, me nanën, do të jetë nga përqafimet e fundit me të. Kështu, ani pse nuk isha askund afër për një rrugëtim të dhimbshëm drejt Gërbetit, nëna çdoherë më thonte jo dhe më çortonte e më këshillonte. Megjithatë, me kalimin e kohës vendosa përfundimisht që të marr rrugën drejt Gërbetit, pasi tash i sigurova disa para, hua apo bërgj nga disa meq apo sebepe familjare. Nëna thonte jo, unë po. Jo pse s'doja me dëgju nanën, por kisha dëshirën nanës e babës me janë drejt kushtet e jetës, me bë pak komoditet për jetën e tyre, pasi e dija historinë e tyre të dhimbshme që kishin përjetuar kohë më parë. Erdhi dita me unis, por para se të vente dita me unis, nana kishte shumë kohë më parë që filloi me u mërzit e të çante për mua. Ajo nuk dëshironte që unë të largohem. Erdhi dita të marr rrugën drejt migrimit, ditë që nuk do të harroj kurrë. Ditën kur e përshëndeta dhe përqafa nanën për herë të fundit. Fillova të i përshëndes të gjithë me rend. Në fund nana kishte dalë tek rendi me priste. E përqafa, me përqafi. Me shtrëngoj fort e nuk më lëshonte. Hypa në makinë e më bante me dorë, deri kur nuk u pa mën nga murët e lagjeve. U mërzita shumë. Arrita në Gërbet, ditë e rëndë për mua. Kisha mërzinë e nanës dhe familjes, por nëna më rinte në sy nga ajo mërzi dhe përqafim i madh i saj. Por mu largonte ndonjëherë mërzia kur mendoja se i kam premtu nanës dhe familjes se në Gërbet kam e punu, e kam e ndërtu një shtëpi, kam u fiju, kam e u martu edhe kam u kthy me jetu bashkë me nanën e me babën, e me familjen në përgjithësi. Por prap mërzia s'më linte rahat. Kështu fillova të punoj, mejherë qyshe mora rrogën e parë, ja dërgova familjes, i gëzova prindrit. Kështu veprova gjatë, derisa nuk isha të drejtë të kthehesha në vend, mua më mori malli. Doja të kthehesha e të takoja prindrit, por duhej edhe pak kohë që të kisha të drejtë televizja. Një ditë nga ditët më mori baba në telefon. Pasi foli shumë shkurt më tha, nëna është e sëmurë. Më këpët shpirti mi herë dhe mendova me herë të ikje nga Gjermania në Kosovë. Por baba më këshilloi në telefon dhe më tha se nuk është rrezik, është pak e sëmurë, do të bëhet më mirë për çdo rast të lajmërojmë. E dëgjova babën, fillova të punoj, por disi nuk ndihesha rahat. Doja me e dëgju zonin nanës, por thonin se është flejt, është e lodhur, sot, nesër, më vonë e kështu më radhë. Ja një ditë nga ditët më thret baba. E hapa me shpejtësi dhe baba s'mund të fliste. Nana ka ndru jetë dhe ndali telefonin. Gati sa nuk më ra të fikët. E lash punën, erdha shpejt në banesë dhe mora rrugën për në Kosovë. Nuk dhia çka veproja, çka flesja, mu thy shpirti, e humba njeriu në zemrës. Erdha në Kosovë dhe me të u fut në oborrin e shtëpisë, gati më ra të fikët. S'është nana më mbrit, s'është nana më përqaf. E varrosëm nanën dhe shtëpia mbeti thatë pa ta. Ditë të rënda, pa nanën, pa loçkën e zemrës, nuk kam mendu që ka me kanë përqafimi i ngrohtë i saj edhe përqafimi i fundit. Kujdes me nënët e juaja, respektoni dhe nderoni dhe jeni afër tyre.